nuk ka njeri në botë, qofshin dhe pejgamber, që nuk kanë bërë gjinaf. Vetëm se pejgamberët nuk e kanë bërë gjinafin me dëshirë edhe me koshjencë. Pra kanë bërë gjinafe pa dashje. Si pejgamberi jon alayhis salam me të verbrit, që Zoti e këshilloi me Kur'an. Kurse vetë ka thonë në një hadith sakt, çdo biri i Ademit është gabimtar, më i miri është ai që pendohet. Kështu që nuk ka asnjë njeri, kushdo qoftë ai, që gjithë jetën ta kaloj pa bërë asnjë gjinaf. Dhe kjo është e sankcionuar qartë në fenë islame. Prandaj ne muslimanët me njëri tjetrin s'duhet t'i lavdrohemi edhe të themi që disi është problemi, unë jam engjëll. Sa thuhet që je njeri, jenë sprov. Unë për këtë do t'i sjell dy argumente nga pejgamberi jon i dashur Muhamedi alayhis salam. I pari është hadith shumë i fuqishëm, i cili thojnë dietarët e Islamit e ka skanuar natyrën njerëzore. Si e ka skanuar natyrën njerëzore, ka treguar realisht kush është njeriu. Feja vërtet, nuk është dogëm. Letargji kot. Idealizma pa lidhje. Po jetohet. Zoti gjithësisë i qofshim atij fal, i cili e krijoi njeriu kaq të përsos, universin kaq të përsosur, sa shkencëtarët mahniten për çdo zbulim që bëjnë kur e shikojnë precizitetin dhe përsosmërinë që ka. Ky Zot i gjithësisë, i plot fuqishëm, nuk ka mundësi që të ketë sjellë i fe kaotike. A jemi dakord me kjo? Po. Pyetja si libri i fundit shkencor që më ran dorë, fliste për vrimat e zeza, për forcën e fuqishme të gravitetit. Autori kur e niste, a di çfarë thoshte? Qofse ekziston, pra për Zotin, se ai nuk kishte libër fetar. Qofse ekziston Zoti, thotë, ai është matematicien. Me të veten ai, sepse çdo gjë në univers i dilte matematik. S'ka asgjë të rastishme, asgjë të kot. Çdo gjë është precizitet maksimal, siç e thotë Kurani. Nëse thotë ai ekziston, është programues. E ke parasysh, çdo gjë është program i gjallë në gjithë universin. Siç është i program kompjuteri, imagjino dhe ai po flasim për makron e madhe. Ai ashtu e konceptohet, ai nuk e njeh Zotin, hasha lillah, por ai e kuptonte që ka një madhështor, është një nga shkencëtarët më të mëdhenj të botës sot. Se shumica e shkencëtarëve kanë qenë besimtar. Çfarë është ky hadith që e ka skanu profeti alayhis salam natyrën njerëzore? Është hadith shumë i fuqishëm, thënë dietarët, dhe është një nga hadithet më realiste. Është e çuditshme se si e ka, domethënë vetë profeti s'ka bëj gjinaf, vetëm pa dashje atë që tham me të verbin ose diçka të vogël, po pa qëllim. Por ai e ka shpjeguar natyrën njerëzore me detaj, se nuk e ka shpjeguar, ai e ka shpjeguar i madhi Zot që e ka krijuar njeriu. Ka thonë, ma min abdin mu'min, nuk ka asnjë rob besimtar. Këtu vlla, po ta shohësh fjalë për fjalë, nuk ka thonë nuk ka asnjë besimtar. Ka thonë nuk ka asnjë besimtar që i bindet shumë Zotit. Pra po flet për i besimtar të nivelit, nuk po flet për i besimtar që vetëm ka thonë njët la ilaha illallah. Abdin mu'min do thot një rob që i është bindur shumë Zotit. Pra besimtar që është i bindur ndaj Zotit. Nuk ka asnjë thot besimtar që i bindet Zotit. Vetë se herë pas here ka gjinafe që i kthehet. Subhan. Shisa reale, ka shumë për shembull besimtar që e vujnë këtë dhe me drejtë, dhe ne jemi prej tyre. Ore, je pak më i devotshëm sot, e lën gjinafin. Dhe thu, pashat madhin Zot, s'ka më ta bëj më. Po. Kalon një javë, kalon një muaj. Varet, njerëzit janë ndryshëm, mund të kalojë dhe i ditë, mund të kalojë dhe i vit. Varet për çfarë vesi po flasim. Dhe varet në çfarë shoqërie jeton, ne e kemi sqaruar në podcaste, do ta sqarojmë kontekstin social. Me i vend që gjinafi është më prezent, besimtari bën më shumë gjinafe. Me i vend që ka kushte më shumë për besimin, besimtari bën më pak gjinafe. Prandaj llogaria i takon Zotit. Ka thonë nuk ka asnjë besimtar të mirë, abd që i bindet Zotit, vetë se ka vese që i kthehet atyre her pas here. Nuk shpëton njëri kësaj. Subhanallahu. Sa thellë ka hyrë natyrën njerëzore. Po, sepse vllai dashur mund të jesh i fortë në një gjë. Mund të jesh i devotshëm në një gjë tjetër, por ka robi dobësitë e veta. Nuk ka asnjë njeri që është i përsos në të gjitha. Dhe shejtani mallkum, çfarë bën? Aty ku ke dobësinë, aty të godet. Aty të lufton. Të dobësojë nëpërmjet pikës dobët që ke, jo asaj që është e fortë.
Nuk ka asnjë besimtar thot të mirë i cili vetë se her pas here i kthehet vese. Her pas here, i herë një javë, i herë muaj, i herë 2 javë, i herë 3 ditë, varet se ku jeton edhe çfarë vesesh ka. Kjo është momenti i parë. Momenti i dytë është edhe më i frikshëm se kjo. E u thot dhembun ose gjinaf thot, të cilit ai e ka me shpirtin, e ka shumë të rënda të gjinaf dhe nuk e lën asnjëherë derisa të desi dhe të largohet nga kjo dynja. Po e ka gjinaf permanent. Çdo ditë, çdo kohë ai e shfaq atë. Po, pra i pari, nëse i pari ishte pak më, thotë her pas here. Po, me hope. Kurse për grupin e dytë, thotë huwa muqimun alay. Thotë ai e ka gjithmonë atë. La yufarriquhu, nuk do t'i ndahet asnjëherë asaj derisa ndahet nga jeta kësaj bote. Vetëm kur vdes dhe ikën shpirti, s'ke më kushte, në shpirt ajo vazhdon si ves, po atje kur shkon nuk ke më mundësi me e bë gjinafin, nuk të krijon më kushtet sepse prapë bën atë gjë.